Fëmijët nuk kanë nevojë për psikolog, kanë nevojë për prindër, dhe thot një psikolog. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të radhës të Table Talk. Unë jam Denada Jushi dhe në këtë episod do të kem të ftuar Agim Baçin. Faleminderit që pranove të ishe në Table Talk. Faleminderit Denada, është kënaqësi që flasim gjithmonë bashkë për kështu kemi folur për libra, për gjëra që na pëlqejnë. Do të kërkoj, po themi, të referohem si Gimi, duke qenë se kemi një raport edhe miqësor dhe do doja që të ndanim dhe biseda për cilën do flasim. Pjesën e parë do të referohet tek një marrëdhënie që është sa e bukur, e vështirë dhe e koklavitur. Raporti me adoleshentët, raporti me fëmijët dhe e gjitha ideja që ne të bënim këtë bisedë së bashku në fakt erdhi nga edhe filmi që bëri gjithë rrëmujën, po themi botrore, adoleshenca. Por në kujtesën time gjatë kohës që po shikoja këtë film, hasa edhe një herë dhe ju riktheva edhe një herë letrave të cilat ti ke shkruar në raport me fëmijët e tu, të dy djemve tu, po dhe në raport me këtë marrëdhënien e koklavitur, të vështirë të bukur prind dhe fëmijë. Dua të të pyes fillimisht për filmin. Të ra të shije, vendose mos ta shije, si veprove në këtë rast? Jo, e pam, domethënë, madje e kam diskutuar me ti me shoqe sepse dëgjova kryeministin britanik fakt që tha po shoh filmin me fëmijët e mi dhe ai ka 12-13 vjeç edhe u bëra kurioz domethënë për të parë se çfarë kishte dhe pse ai ndoshta bëri mirë që i dha një lloj jehone, sepse duke e promovuar e bëri edhe më kurioz botën për ta parë. Dhe mendoj që është nga ata filma që ja vlen ta shohin bashkërisht të rritur dhe fëmijë. Prindit ta shikojnë me fëmijët bashkë, domethënë, dhe të gjejnë një mënyrë, një shkas që me ta të flasin. Unë mendoj që i referohem gjithmonë një psikologu grek, Nikos Sideris, ai ka një libër shumë interesant, thotë që fëmijët nuk kanë nevojë për psikolog, kanë nevojë për prindër. Dhe thotë një psikolog, ëh? Dhe thotë që dy gjëra nuk do të bëjë një prind, thotë me fëmijën e vet. Të mbyll derën dhe thotë, u smerrem me ty, ose ti mbyll derën dhe thotë, i ku dushëm, mos hajde këtu. Këto dy mënyra thotë janë dorëzimi më i tmerrshëm që mund të bëjë një prind për fëmijën e tij. Dhe gjithë filmi ka në fakt një pikë pyetje të madhe. Kush po na edukon sot fëmijët? Po i edukojmë ne apo shoqëria? Janë robër të familjes apo të shoqërisë? Vendos shoqëria më shumë për ta apo vendosim ne? Dhe si mund t'i shpëtojmë fëmijët që janë kaq të rrezikuar sot? Shiko, është kollajti ja akuzojmë kanamaj. Është kollaj. Por janë kaq të rrezikuar. Janë të rrezikuar nga seksualizimi i thellë i shoqërisë. Janë rrezikuar nga një egoizëm i theksuar. Janë të rrezikuar nga ajo që unë kisha cituar Spinozën, një filozof holandez të famshëm që thoshte që do vi një kohë e kriza e pasioneve të trishta. Dhe kjo më shtyu që të shkruaja, domethënë disa ditë më parë që nuk është problem mëkati, problem është dëshpërimi. Dhe ne duhet t'i ruajmë fëmijët nga dëshpërimi. Bullizmi, injorimi, refuzimi, dhe sidomos kur prindit nuk kanë aftësi t'i afrojnë, rrezikojnë t'i çojmë në dëshpërimi, dhe dëshpërimi pastaj është një vetvrasje morale, shpirtërore, një dekurajim i thellë, Edhe ne po tash kthejmë kokën pas, edhe ne jemi gjithë fëmijë. Edhe ne kemi nevojë të inkurajohemi, sado që jemi 30, 40, 50, domethënë gjithmonë kemi nevojë që dikush të na thotë gjë. Imagjino sa të brisht janë ata dhe sa kanë nevojë që ne t'u besojmë atyre. Si e shef të raportin e adoleshencëve nëse do referosh adoleshentën e fëmijëve tu dhe adoleshencën që ti ke patur? Si ka ndryshuar, si ka ndikuar gjithë evolimi që ka patur bota në këto dy breza? Po të referohem për të marrë personalisht ty, po si një shembull, pak a shumë një marrëdhënie të brezave që hasim tek prindrit tanë, tek fëmijët tanë. Është kaq me shpejtësi ndryshimi, sa i mbir i madh që ka 4 vjet e gjysmë diferencë me të voglin, më thot mua ky është brez tjetër. Kur më tha për herë të parë, mua bita, që më thënë, 4 vjet e gjysmë brez tjetër. Dhe kjo diferencë prap ka ndryshim, janë breza të ndryshëm. Janë breza që rriten me një shpejtësi marramense, sepse nuk e din peshën që ka informacioni, nuk e din peshën që ka intimiteti, nuk e din peshën që ka seksualizmi, nuk e din peshën që ka fjala. Dhe vetëm kur ballafaqohen me këto peshat e kësaj, e kuptojnë që nuk kanë kurriz për t'i bajt. Dhe nëse janë aty, unë fajsoj prindit, pjesën më e madhe prindit, dhe pastaj pak mësuesit, se është kollajti fajsoj mësuesit, po
ata nuk mund të bëjnë bugruri me millëmisi. Nëse ne çojmë millëmisi, është gjunati kërkojmë bugruri. Po ndërkohë dhe prindit, po bëj tani avokatën e tyre në një botë e cila të detyron në një shoqëri jo vetëm në Shqipëri, po edhe më gjërë, minimalisht të bësh 2 punë, të duhet të zgjohesh në orën 6, ndoshta përfundon duke arritur në shtëpi në mbrëmje, ku edhe printi është një qenie njerëzore, duhet të përballoj peshën ekonomike, duhet të ketë sfidat e tij, të moshave të ndryshme që kanë sfidat e tyre, është familja, të duhet të jesh suportues ndaj prindërve dhe dita aq është 12 orë. Domethënë si mund të balancojmë dhe mund të kemi mundësinë për t'i dëgjuar dhe për qenë pranë tyre, po ndërkohë të plotësosh edhe të gjithë ato që bota e konsumerizmit po na detyron çdo ditë më shumë të kemi më pak kohë dhe të rendim më shumë drejt parave. Do të recitoj 4 faqe të një poezie austriake, është shkputje nga një poezi për çështjen e kohës, që ta kuptojmë. E thotë: kohën mos e akuzoni, kush e shan vetveten shan. Me një letër krejt të bardhë, të pashkruar koha ngjan. Letra është e panjollosur, shkrimi jeni ju mbi të. Nëse shkrimi s'është i bukur, çfarë ka letra për këtë? Asnjë nuk mund të akuzoj, domethënë kohën që s'kam kohë. Unë e kuptoj. Gjithë mund ta gjejmë justifikimin për këtë, edhe ke të drejtë për shkak që ka njerëz që janë në rendjen e gjetjes punës për të mbajtur fëmijët e tyre, për shkak se domethënë jeta është e tillë kaq, domethënë në rend shumë të madh. Por ç'na duhet që t'i garantojmë një veshje të shkëlqyer, makinë, shtëpi, telefon të mirë, dhe nuk i kemi folur se si mund të bëhet njëri. Dhe kjo vlen edhe për shkollë. Ç'na duan ata prindër që kur shkojnë në shkollë dhe pyesin vetëm për notën, dhe nuk e pyesin a di të ketë miq ky fëmia im? A është njerëj ky fëmia im? A di të mbroj shokut ky fëmia im? Dhe pyesin gjithnjë më pak, ne nuk i mbrojmë mësuesit, ata interesohen gjithnjë më pak. Po ç'na duan me gjithë jetën nëse në fund fare nuk janë njerëz. Pra, ne duhet të shqetësohemi pikërisht për këtë lloj raporti. Se e di pse problemi, nëse nuk shqetësohemi sot për fëmijët, nesër do kemi një qytet më të papërgjegjshëm. Nesër do kemi një vend më të papërgjegjshëm. Fëmijët janë shpirti i këtij qyteti, fëmijët janë shpirti i këtij vendi. E kemi detyrim që disa herë mund ta përsërisim këtë gjë që me ta të merremi shumë, sepse nëse kujdesemi sot, nesër do kemi një qytet më shpirtëror, me njerëz që do të kujdesen për gjërat të cilat kanë nevojë gjyshrit, kanë nevojë prindrit, por nëse nuk u themi, nëse nuk i mbjellim sot, çfarë do korrim nesër? Nëse i mbjell vetëm celulari, çfarë do korrim nesër? Nëse nuk kemi ne askund, keni parasysh që jashtë, domethënë janë në vështirësi shumë të madhe nga raporti i nxitimit për etjes për të bërë i pasur, jo për të bërë i ditur. Nga një bullizëm i theksuar gjithë, nga seksualizmi i thellë, thash, i gjithë gjërave të shoqërisë, janë kaq të rrezikuar nga të gjitha anët sa ne më parë se t'i fajsojmë duhet t'i kuptojmë. Si mund t'i arrim t'i kuptojmë? Vetëm para pak kohësh në një shkollë, në të njëjtën shkollë në Gjirokastër, 2 adoleshentë me periudhë kohore vetëm disa javë vendosin t'i japin fund jetës tyre. Të dyja shkaqet ishte e panjohur për familjen, zbulohet vetëm mbasi ka ndodhur akti tragjik, dhe po rriten një, referuar dhe filmit, një brez i heshtur, ku problemet që ndodhin përgjatë ditës nuk i shfaqin kaq kollaj në shtëpi, mësuesit që i kanë ndërkohë para ditën nuk arrin t'i dallojnë, as prindit në shtëpi, si mund shkojmë ne drejt atyre për t'i kuptuar dhe për të mos i çuar drejt kësaj vetmisë që pastaj i çon në këto aktet shumë të tmerrshme. I referohem vetëm atyre tragjike, po kemi raste të tjera të cilat shpërfytyrohen, bëjnë akte të cilat janë shenja rebelimi, pra në këtë aspekt. Shiko, ata që kanë prindit e tyre gjanë, do t'i shpëtojnë ta dhe t'i çojnë fëmijët sa më shumë të gjyshit. T'i çojnë të gjyshit sepse do kuptojnë që atje do bisedojnë ndryshe. Mamat jam i bindur që kuptojnë më shumë se baballarët çdo lloj gjendje të fëmijës që mund ndryshojë. Dhe çdo lloj luhatje e tyre duhet na shqetësojë. Duhet jetë një lloj momenti që ne diskutojmë, tym diskutim. Nëse ne duhet jemi më të kujdesshëm, edhe këto raste të cilat janë kaq ekstreme dhe që janë trishtuese dhe që na bëjnë ne të ndihemi më të varfër. Çdo vetvrasje një fëmie duhet të jetë një alarm i madh, duhet na bëjë ne të ndihemi më të varfër shpirtërisht. Kudo që të jetë ai fëmijë. Nuk ka nevojë ta njohim. Kur jam marrë me rastin e parë, jam marrë edhe me rastin e dytë, me ka një tërësim shumë të madh, domethënë mënyra se si kanë shkuar drejt kësaj pike. Për shembull, në rastin e dytë ne ai kishte paralajmëruar që nëse ndodh kjo unë do vras veten si protestë.
U kush u mor me këtë protestë? Gjove dikën, më thënë që të shkolla për rreth rrotull, ato miqtë e vet atje. Shok të shoqjet e veta. Ky është një moment për shkakun që të hapë një debat shumë i madh. Duhet të isha hap debat në shkolla. Ministri i Arsimit duhet të kisha hap debat në shkolla. Jo për, më thënë, për të fajsuar dikë, po si të shpëtojmë të tjerët. Pra si mundet që këta fëmijë mund thonë fjalë të tilla dhe shokët e shoqjet e vet nuk shqetësohen. Për çfarë vlen nëse qajnë në vetvrasje kur nuk janë shqetësuar, kur kanë parë që një shok apo një shoqe ka shfaqur të tilla gjëra. E marrin kështu si hobi. Nga se na vjen ky apatizmi? Jo vetëm te fëmijët, po edhe si shoqëri. Botën e mund vetëm dashuria. Gjithçka që ka mund ta mundi vetëm njerëzorja. Dhe nëse ne nuk kujdesemi për këtë, gjithë tjerat janë teknike dhe ne mund na ikin nga durët. Nëse ne nuk shqetësohemi për njerëzoren, për ato që është shpirtërore, për mënyrën se si për ta parë tjetrin në sy. Shiko, për shembull, qenë se më përmendë letrat. Një nga titujt që më bën mend, i thoya ti mbiri tjetri je ti. Nëse ti nuk e kuptuar me shokun e lagjes, me shokun e bankës, me kumshien, me kushërirën, ti nuk të kuptosh veten tënde. Në një lloj mënyre ne jemi tjetri. Dhe po marr shembull që ndoshta është shumë i kuptueshëm për të gjithë, domethënë me Robinson Crusoe që në momentin që pa domethënë ai gjunte peshk në atë ishull, po kur u trondit ai? Në momentin që pa i gjurmë, filloi pyetjet. Është burr, është gru, është i bardhë, është i zi, do mbrasi, do e vras, do më kuptoj, do dashurohem, do më dashuroj. Sa pyetje bëri një gjurmë. Pra, ne marrim kuptim me tjetrin. Pyetjet që ne janë me tjetrin. Ne funksionojmë me tjetrin. Ne vetëm nuk kemi asnjë lloj, domethënë logjike tjetër nëse nuk ekzistojnë tjerët. Në këtë lloj pike, përderisa pyetjet funksionojnë me tjetrin, a jemi ne në rregull nëse nuk jemi shqetësuar për tjetrin që na shkakton këto pyetje? Prandaj dhe duhet të kuptojmë që njeriu është qenie njerëzore që merr kuptim me tjerët, që ka raportin me shoqërinë. Dhe këto fenomene janë pasojë e mungesës përgjegjësisë të neve si prindër. Ne kemi kaluar në ekstrem. Na kanë marrë gjërat e ditës, na kanë marrë konsumerizmi dhe harrojmë që gjithçka mund të kesh, por nëse në fund fare nuk ke këto veti njerëzore që të bëjnë të shqetësohesh, të gëzohesh për dikë, mënyrën si mërzitesh për dikë, mënyrën si kontrollon zemrimin, domethënë, atëherë nëse s'ke këto s'do kuptosh dot as dashurinë. Dashuria nuk vjen vetëm tek pull, vjen me këto ndjesi. Mënyra si gëzohemi, si zemrohemi, si mendojmë për dikë, si shqetësohemi për dikë. Pastaj vim dashuri. Nëse, për shembull, shqetësimi im me këtë brez kam thënë që shoku dhe shoqja bankës nuk janë thjesht për ta parë lakuri, domethënë. Nëse ti, pra ky brez e di pse po vjen kriza. Ka humbur qenërit menduar që shoku bankës ose shoqja bankës ose komshiu ose komshia janë spari miq. Nëse ti humb idenë për të bërë miq për shoqëri dhe ti e shikon vetëm fizikisht, e ke humbur. Pra, ne nuk diskutojmë më për këto gjëra. Miqësia është nga gjërat më të shtrenjta që ka njeriu në jetë. Domthonë, ne do t'i sugjerojmë tjetër që ta shikoj si mik, domthonë, janë njerëz që kanë nevojë domethënë për të folur në raportin miqësor. Dhe vetëm kjo e sjell dashurinë. Nuk them konceptin e dashurisë të dua më do. Të dish ti dush gjërat. Të raporteve me secilin. Me që hape këtë temë, e cila është goxha e diskutueshme, do të referohem një shkrimit tënd që ke bërë vetëm para disa ditësh, ku flet për besimin. Edhe i referohesh një sociologu ku thua që besimi është akti themelor i jetës sociale. Çfarë raporti kemi ne si shoqëri? Qoftë prindër, fëmijë, të gjithë së bashku me këtë element. Shpesh herë në gjithë ato libra që bashkëndajmë, lexojmë, themi që së pari duhet besojmë, e pastaj vjen edhe dashuria dhe gjitha raportet me tjetrin që ti shpjegove. Cili është raporti jon me besimin? Po të bëjmë një sondazh. Çfarë kanë bërë të rritur dhe fëmijë kur ndaj tyre ka dyshuar? Nuk kanë dhënë asnjë gjë pozitive. Kthejmë kokën pasne. Në punët tona, në përditshmërinë tonë, me njerëz që kemi rreth rrotull. Në momentin që ka dyshim, asgjë nuk ngjit. Vetëm besimi i ngjit gjërat. Dhe ky besim i përditshëm vjen nga një raport tjetër, që besimi vjen kur ti kupton që je një qenie njerëzore dhe beson që ka një krijues në këtë botë. Dhe kjo të lehtëson marrëdhënien për të kuptuar që ti nuk je zoti asgjëje, ti thjesht një kalimtar me nevojën për të kuptuar tjetrin, për të kuptuar veten, për të kuptuar kohën tënde. Edhe ne prindët kemi nevojë të kuptojmë kohën e fëmijëve. Siç u ka dashur për shkak. Çdo brez ka dyshuar ke brezi tjetër.
kanë ndryshuar gjyshit e prindit tan, prindit e ne e fëmijët, nën. Kjo është kaq e natyrshme. Por në momentin që flasim për Zotin, ti mbështetesh ke një gjë që nuk ka as fillim as fund, që nuk të shkënjen, që nuk varet nga ty, që nuk e shem ti me humbit e tua, as nuk e lartëson ti me sukseset e tua, thjesht kupton veten aty. Dhe është një nga ato gjërat që të bën ty të kuptosh veten dhe botën, dhe të kuptosh të përhershme. Çfarë është ajo? Në momentin që ti beson, ti kupton që sado që të ndryshojnë rrethanat, njeriu po të njëjtat gjëra ka kërkuar. Të dashurohet, urrëtia, tjetri, fitoria, humbja. Kjo ka qenë që në fillim të botës. Si e ti i pari. Prandaj dhe besimi të lidh me të përhershmen do të bën me këmbë tokë. Më të kuptosh që do shkosh drejt fundit, po si. Do vi një ditë që do mbyllësh syt, po si. Do thosh ti, janë adoleshentë ato që do mendojnë këtë? Po, nëse mendojnë për të përhershmen, ti je sigurt që të tashmen do e kuptojnë më mirë. E tashmja, vetëm kur vihet në pasqyrën e të përhershmes, jep fuqi, jep forcë. Por, nëse të tashmen e ballafaqet vetëm me tashmen, ai do kërkoj ta mbys atë. Ta mund me çdo çmim. Me çdo çmim ku do shkosh. A mendon se po vuajmë si shoqëri me raportin me individualitetin, duket sikur rrjetet sociale, impakti i online-it, tashmë sidomos në 4-5 vitet e fundit ka ndryshuar tërësisht përditshmërinë tonë, mënyrën të mendimit, marrjes informacionit, dhe duket sikur ai scrolli 3 sekondë duket sikur është e njëjta gjë për secilin. A mendon se është duke vuajtur bota, apo nëse do të duash ta quash, po i referohem Shqipërisë dhe marrëdhënieve tona nga individualizmi. Pse mendon se po ndodh kjo gjë? Shiko, informacioni është joshje shumë e madhe, të gënjen se po të çon drejt një raporti që ti orientohesh, po në fakt informacioni është tull, një fabrikë tullash. Shtëpinë e bën siç mendon ti, arkitektët janë të ndryshëm. Kështu që nëse bazojmë vetëm ke tullat, s'do dim me bëj shtëpinë. Nëse ne jemi arkitektë i gjërave tona, nuk do na drejtoj tulla, do e drejtojmë në tullën, pra do e drejtojmë në informacionin. Dhe kjo është problemi. Si ti mësojmë fëmijët të dallojnë këto tullat, se si duhet ndërtuar shtëpinë? Se ndoshta me kalimin e viteve secili nga ne aftësohet, po një djalosh ose një vajzë 15 vjeçare nuk e ka kaq të lehtë. Nuk e ka kaq lehtë. Praktikisht po themi, se teori është tjetër gjë. Shumë vite më parë, po edhe tani lexohet, ka qenë bota Sofies e Gardner. Një vajzë 15 vjeçare që merr pyetje filozofike nga Jati. Pra ne kemi nevojë bashkëbisedim, pyetje, në momentin që bëjmë pyetje, në momentin që ne fillojmë të flasim, në momentin që ne kuptojmë se sa të rëndësishëm jemi për të komunikuar, do shkosh drejt kësaj pike. Shiko, çfarë më kujtohej ka një nga këto Galeano, ka një kështu tregim të shkurtër, Ubuntu. Ubuntu është një në Afrikë, njëri var disa banane diku, dhe thotë që kush do arrijë i pari do t'i marri. Dhe u çudit kur ata u kapën që përdore dhe shkuan në të njëjtën kohë. Dhe thanë, ne nuk kemi kuptim që të hanë njëri dhe mos të hanë të tjerët. Ne jemi, sepse jemi bashkë, dhe është një foto shumë e bukur që janë rreth rrotull dhe kanë bashkuar këmbët. Edhe i thanë shprehen Ubuntu. Dhe ai tha ç'do të thotë? Jemi të gjithë, pa ecim. Është një gjë që nuk mund ta ndorrojmë dot kështu. Shikoj se unë nuk jam për konceptin barazia është gënjeshtër. Do thënë, gënjeshtra më e madhe është i thuash njerëzve jemi të barabartë. Është dhe fyrje. Nuk janë. Është i tallësh. Po i the jeni të barabartë, është i tallësh. Zoti njërin e jep më të mençur, njërin më të bukur, njërin më me fat, njërin pa fat, njërin të pasur, tjetrin të varfër. Ajo që është, s'di pse, se në momentin që mendojmë që jemi të barabartë, unë të rrej ty që ke para, se mendoj që ti ke paratë e mia. Në momentin që ne besojmë që Zoti na jep të ndryshëm, unë ta admiroj ty dhe them do bëhem si ty që ti ke ecur përpara. Admirimi dhe urrejtja prodhojnë dy gjëra krejt të ndryshme në jetë. Prandaj dhe ne duhet ta mësojmë këtë gjë që Zoti na jep të ndryshëm dhe ne duhet dim çfarë duhet ta admirojmë për të bërë. Mos të rrejmë fatin e tjetrit, po të admirojmë atë raportin që ka ecur dhe si mund marrim shembuj. Kjo e ndan botën, duket si një kështu, është ndarje shumë e madhe midis një raporti të atyre që besojnë dhe të atyre që s'besojnë, midis një raporti që mendon që i gënjen njerëzit dhe i mashtron i thotë jeni të barabartë dhe pastaj krijon këtë lloj urrëtie për t'i kontrolluar, sepse ta themi hapur, domethënë politika ka art frikën, nuk ka dashurinë, se përmes frikës kontrollon. Dashurinë se kanë dorë vet.
e ka tjetri. Frikën e kam unë, dashurinë e ke ti. Dhe politika funksionon që atë që ka vetë në dorë, jo atë që kanë të tjerët. Edhe unë mendoj që ne duhet bëjmë çmas që këtë raport që e shtron politika me domosdo, mos ta kemi në përditshmëri, mos ta kemi në shoqëri, si shoqëri, sidomos mos ta kemi me fëmijët. Do thënë, ti themi që të humbësh nuk është fundi i botës. As të fitosh nuk është maja e botës. Janë thjesht stacione. Madje duke humbur shpesh herë, ne mësojmë shumë gjëra. Po jo të rrim, jo të flem të humbja. Nuk jam as për këtë. Por siç duhet jemi, domethënë dinjitoz në humbje, duhet jemi dhe jo megaloman në fitore, domethënë. Pra, ti pranojmë të dyja si pjesë të fatit. Kjo është e rëndësishme. Duket e lehtë, po është rrugtimi një jetë për të arritur deri aty, jo të gjithë arrin. Gjatë raportit që ne po bisedonim tani, më kujtua një shprehje e Umberto Ecos kur thotë se dashuria është egoiste, të do për vete, është e ngushtë, ndërkohë që urrejtja të përbashkon edhe mbledh shumë më shumë në të raporte. Edhe me këtë gjë fole edhe për barazin, dua ta çoj pak tek e shkuara jonë. Është e pamundur që në të bisedë me ty mos ndalem pak tek komunizmi, tek e shkuara, tek një, po themi, plag që jo vetëm që s'është mbyllur, por nuk është folur e duket si buron shumë nga elementet që ne sot kemi si shoqëri, pikërisht nga mos komunikimi. Folën për besimin, folën për dashurinë. Pse nuk komunikojmë? Komunizmi çfarë prishi? Do të thënë, dashurinë e quante element kështu do të të rrezikshëm të martonte ndërmarrja, sepse dashuria nga natyra është disidente, nuk pyet për situatë. Është natyra vetë disidentët, pra të rinjt, për shembull, ke parti çka kanë frikë, domethënë sistemet, kanë frikë studentët se spyesin se janë, sigurisht. Edhe kanë frikë se dashuria thyn çdo lloj raporti. Domethënë po të them kokën brava, ai që ka thyer rregull është dashuria. Pra është disident. Çfarë bën ato? Kthehen dhe të marton ndërmarrje. Të marton kooperativa, fshati, cila është tjetra? Duhet prishësh familjen. Pra, një vllata bësh në parti, një vllata të çosh në burg. Që mos shkojmë një tjetrin, se po prishë familjen, ke prishur nuklin më të fortë të një marrëdhënie, të një raporti. Dhe duke futur vetëm dyshimin, ti do arrish në një shoqëri mos besuese të fortë ndaj tjetrit. Shiko, për shembull, këtë shpjegim të kësaj që më them fillim fare, kam marrë një profesor i Massachusetts, Glenn Tinder, ka një libër ai mendimi politik, thotë njerëzit pranojnë të poshtrohen gjithë lloj, po kur nuk pranojnë të respektohen gjithë lloj. Dhe kjo shpjegon atë gjë që në poshtrim, pra, kur i shtypen, ata ndihen barabartë, sepse nuk po kërkojnë asgjë, dikush tjetër ka vendosur. Egoizmi fillon momentin që ti kërkon diçka. Dhe këtu Eko thotë që është egoiste, domethënë në raportin e vetvetes. Por është egoiste, domethënë egoizmi nuk është i dëmshëm kur ti vazhdon ta konsiderosh tjetrin, domethënë të afërt. Ajo është kur ti do ta mbysësh tjetrin, kur do të fitosh gjithë gjërat për vete dhe në fund fare arrin që je vetëm. Pra kur ti arrin në fund rrugës dhe kupton që egoizmi yt ka, domethënë, ka shpërdoruar gjithçka rreth rrotull. Pra, domethënë si uthulla fort që prish enën e vet, domethënë, dhe një kjo egoizmi i fortë, domethënë, prish enën e vet, domethënë, dhe shmang tjetrin. Dhe tash në momentin që ti ke qëllim të shmangësh tjetrin, fund fare do kuptosh në fund ultimit që ke shmangur veten. Nuk ke shmangur tjetrin, ke shmangur veten. Dhe komunizmi në thelb, domethënë, e denatyroi njeriu. I hoqi gjërat më të rëndësishme, domethënë, sidomos gjyshi im, për shkakun që kishte shkolluar mirë dhe që e njihte këtë dhe kishte brellur botën. Thoshte kam frikë bresin pas vitit 67, sepse vetëm besim ka te partia, po çfarë mund të besosh në një gjë ideologjike, thoshte, Dhe ky njeriu që beson te partia, që ka fe partin, ai nuk ka llogaritmë askën tjetër, domethënë, ai është njëri që merr vendime kundër nënës, kundër babës, kundër vllajt, kundër motrës. Dhe fatkeqësisht në 90-të ne arritëm një shoqëri të tillë kaq të shkatërruar nga këto vlerat morale, sepse komunizmi e kishte bërë këtë vetëm për të mbajtur regjimin, për të mbajtur vetveten. Dhe arritëm pastaj në atë që thot Kundera, në një shoqëri kriminale që thoshte që do marrë një det komuniste, në fakt ka mbajtur vetëm krimet. Për shembull, ka pas një mit që ne nuk e kemi rrezuar akoma, sikur sigurimi i shtetit ruante Shqipërinë. Jo. Ruante partinë nga kundërshtarët e saj, se s'ishin as armiq, se pjesën më e madhe ishin bashkë, por sistemet kriminale kanë natyrën e tyre
që të krijojnë grupe armiqësore, sepse kështu krijojnë narracionin për të mbajtur shoqërinë në tension. Mund mos këtë bërë asgjë, pjesa më e madhe atyre ne e dim, kur shohim me letra, është absurde, akuzat. Domethënë që kanë firmosur. Po ai, domethënë faktën që kishte qenë pjesë vetë sistemit, siç ishte një pjesë e mire e byrose edhe këtyre ministrave që janë dënuar. Duhet ta dinin që rrota që kishin shpikur do i shtypte data. Domethënë do t'i vinte koha, thjesht ishin një proces, nuk i kishte rënë sistemi. Edhe siç ai, domethënë që kemi parë komedinë e të jashtëzakonshme të Koçit Devole, i cili për mua domethënë mbart ndoshta medaljen më të jashtëzakonshme të kontributit për të kuptuar dhe thelbin e komunizmit, kur teksa bisedon ai personazhi me diktatorin dhe thotë që po spati nafka grup armiqësor dhe ai thotë unë s'kam që bëj kësaj që është në tokë, se mbi tokë gjej kollaj, më ke dhënë urë ti mund të gjej grup armiqësor. Pra, e tillë është diktatura, nuk ka nevojë domethënë që ti të bësh diçka, se ka shumë njerëz që habiteshin, nuk kanë bërë gjë. Nuk ka nevojë të bësh një diktaturë, thjesht duhet një numër grupi armiqësor dhe ti ke qelluar në vendin e gabuar, domethënë dhe ose je dalluar që ti i kupton gjërat. Se shumë çfarë thoshte ky sociologu i famshëm Gaseti, thoshte që në vitin 1930 thoshte që në Europën e ardhshme, domethënë në botën e ardhshme, pa llogaritur thjesht komunizmin, po thoshte njeriu më i vetmuar do jetë ai që ditë mendoj. Bota do ta përjashtojë, nuk i duhet. Do kalojnë në uniformë, do t'i prish punë. Sidomos në diktatura, njerëzit që ditë mendojnë, i prishin punë. Dhe ato përjashtohesh, largohesh. Çdo njeri me mend në kokë. Dhe te Saramago domethënë tek Letulërim, pas libri që pason Verbërin. Cili është armiku? Është personi që tek verbëria kishte parë, pra ai që sheh, ai që di. Ai është armiku i sistemit, se ai tregon të vërtetën. Pra kur gjen grupin armiqësor, gjen gjithmonë atë që di. Sepse ai prish punën uniformitetit. Domethënë, ai zgjon të tjerët, ai mund thotë sa të vërteta, që nuk i duhen sistemeve. Kështu që prandaj janë të frikshme këto lloj diktaturash, sepse ata në thelb denaturojnë njeriu, e heqin nga vlerat kryesore, e zhbëjnë nga raporti me tjetrin, e zhbëjnë nga dashuria për gjërat thelbësore dhe pastaj janë kaq thjesht të manipulueshëm dhe të lëvizshëm sa është ajo që thot Zygmunt Bauman, domethënë moderniteti dhe holokausti, ku njeriu nuk ndihet më pjesë e gjithë krimit sepse është vetëm një fragment ai dhe shmang përgjegjësinë, domethënë. Dhe në mbyllje në 5-6 minutat e fundit, Gim dua t'i referohem elementit të rëndësishëm në cilët dua të gjej si personazh. Raporti me leximin. E kam pamundur në të gjitha gjërat që të shoh të bësh ndër vite, të mos klasifikoj tek njerëzit e leximit. Sa herë takohemi bashkë, është pyetja që çfarë po lexon dhe nada dhe gjithmonë një sugjerim pas. Sa e rëndësishëm është, mendon që është për adoleshentët, sepse pastaj kur ti fillon edhe kupton veten, një nga elementet që të bëhet shok, nuk është siç sot shohim ministrat të themi ChatGPT-ja, po shoku më i mirë në fakt është leximi dhe libri. Sa e rëndësishëm është për fëmijët edhe për adoleshentët ti orientojmë drejt vlerave si leximi? Është për gjithë fëmijët nga 0 deri në 80 vjeç. Shiko, nuk është rasti që gjithë librat e shenjtë fillojnë me fjalën lexo. Po t'ishe ushqimi kryesor, do fillon me fjalën ha. Fillon me fjalën lexo për të kuptuar veten, për të kuptuar botën, për të kuptuar tjetrin. Unë ndjej vetëm me fat shumë që jam rrit në një shtëpi ku lexote gjyshi, xherallarët, vllai im i pari, motrat dhe ende mbaj mend maman time që friksohej kur më gjente me një libër në dorë sepse e dinte që unë do kthehesha në shtëpi vetëm pasi ta kisha mbaruar. Do fshihesha një nga ato skutat, domethënë që dhe nuk e kuptoja dot asorën. Dhe leo të them se le ta quajmë sa i çmendur, domethënë, kisha shumë zot në fakt që duhet mbaroja librin sepse po ta lija për gjysmë kisha frikë se nuk do vazhdonte ashtu siç e kisha lënë. Dhe kjo më ka thënë atë idenë që pse për shembull mund të lexoj pambarimisht. Ma mend Bolanon që ishte 1200 faqe dhe e kam lexuar për 5 ditë sepse nuk më pëlqej ti le librat, nuk duket sikur i fyej, domethënë autorët po ta ndërpres atë dhe e kam shumë merak sepse lidhem kaq shumë e para një herë se unë kur lexoj domethënë gjithçka e shikoj si film, më vjen kokë, arrit të ndërtoj personazhet vet, duket sikur i takoj
Dhe kjo më ka shtyrë që të bëj dhe librin me letra për personazhe, sepse ka qenë një moment dhe shumë kyç për mua që thash që këto personazhe kanë jetuar me mua, janë të mit, por nuk janë vetëm të mit. Mund t'i përkasin shumë tjerëve dhe unë do t'i sugjeroj tjerëve që t'i them që si i kam parë unë, që kam parë më dhënë mua, domethënë a mund të bashkëndaj dhe me ju këto dhe prandaj bëra dy forma, domethënë i çoja letra dhe merja letra nga ato, domethënë për të kuptuar që mund të kem qenë gimi i parë kur i kam shkruar letër, por kur më shkthyer, po është gimi që pas leximit. Pra ky që kthem përgjigje është pasojë e këtyre leximeve që kthem përgjigje. Dhe pa këto lexime nuk do kisha këto përgjigje. Mund të kisha këto pyetje, po s'do kisha këto përgjigje. Dhe letërsia mendoj që nuk na bën më të mirë me tjerët, na bën më të mirë me veten. Na ndis sa drita brenda nesh që na jep mundësinë që të shikojmë ca gjëra që nuk do na shkonte mendja për t'i parë. Dhe njëri që lexon, mendoj që në shumicën e rasteve ka aftësinë ta shikojë tjetrin në sy, domethënë ka shumë shanse ta kuptojë. Njëri që lexon ka udhton, shikon, takon njerëz që nuk do i takonte kurrë në botën e vet, që nuk do ndalonte me ta, por që merr prej tyre leksione të pafundme. Për shembull, ka njëri që nuk mendon se çdo bëj me hakmarrje, si do sillet. Lexo Kontin e Monte Cristos dhe shikon aty pikë pyetje. Që para folën për Robinson Crusoe, domethënë do fon. Po ka më shumë pyetje pafund, për shembull Dostojevski është më shumë se sa letërsi, domethënë është predikim, por është një nga ato njohësit dhe e mëdhenj. Me Shakespeare befasohesh për shumë dhe aty ju referohem Harold Bloomit që thotë që mos u përpiq ai të ka njohur para se ta njohësh ti. Pra, letërsia ka të njohjen dhe domethënë të jep mundësinë të udhëtosh shumë dhe ti zvoglosh raportin me humbjen, jo se nuk duhet ta shohësh humbjen tënde sy, sepse ajo përvoja personale. Por duke e parë në një sy krejt tjetër që në përvojat njerëzore, ti ke mundësi të ngrihesh, pra nuk është turp të rëzohesh, turp është mos ngrihesh, dhe letërsia ti jep dorën gjithmonë të ngrihesh. Ti jep sepse domethënë nëse ti s'ka kuptuar rreth rrotull njerëzit, ti të kanë kuptuar ato personazhet me të cilët ti ke bashkëkultuar, domethënë dhe janë një dorë zgjatur drejt teje, atë që ka nevojë njeriu gjithmonë. Të ketë lirshmërinë për të zgjatur dorën ose për të zgjatur dorën. Dhe mendoj që letërsia është zgjatja e dorës më fantastike, domethënë që mund të ketë njeriu në jetë. Dhe unë meqense më pyete për adoleshencën në fillim dhe të përgjigja, them që pa letërsinë nuk do të kisha aq lehtë të zhbëja disa mungesa që kisha në kohën e diktaturës, ka qenë dhe racizëm, pra domethënë koncept klasash, ato që kishin prindit në parti, në komunitet, shikonin këto tjerët që ishin punëtor apo domethënë që po të ishin kooperativë ose në fshati dhe qyteti kishin ndarje pafund, domethënë në këtë raport dhe më mend që mos më bënin si përshtypje. As gjërat që më mungonin, as ato gjërat që thonin ata. Jetoja në një botë paralele. Dhe shumë vite më vonë kur jemi takuar si shok gjimnazi, mua kanë bërë këtë pyetje, domethënë që ore kuptonin ai gjë, domethënë ata në fakt kishim bërë këtë dallimin e madh që gjithmonë kishim parë si jashtë, por mund të quhet, domethënë sot ato duan të vëmë emrin me një masi, gjë që s'bën vakisë, s'kisa as Hans isha me një mall, domethënë në raportin e gjërave që kuptonin raportin që ti kishe krijuar përmes letërsisë me veten. Jo, ishte një lloj mburoje që më mbronte mua nga mungesat e saj kohe, Ishte një lloj mburoje nga raportet e gjërave, sa shumë ndjek ndonjëherë bisedat e mamas time me Timbir, domethënë që ajo i shpjegon se çfarë më mungonte mua dhe Imbir që nuk e kupton fare se çfarë më mungonte mua, domethënë dhe i bën ato pyetjet si fëmijë që s'është e mundur, çfarë po thua, domethënë që nuk mundesh, për shembull, më lejo të them një gjë që i thotë ndonjëherë që unë shkoja gjithë nga Shehaku në Durrës në shkollë. Më thoshte që ishte 10 lekë për të shkuar, 10 lekë për të ardhur, domethënë 10 lekë vjetra, 1 lekë. Dhe më thoshte që unë i jepja babit tënd lekë për të shkuar në shkollë, po nuk i jepja për të kthyer. Më thoshte, po si vinte? Po ta vinte në shtëpi, gjente rrugën. Unë kisha detyrë ta çoja në shkollë. Pra, në këto pyetje fëmijëroja që sot që e kanë vështirë ta kuptojnë, por ajo i jepte shpjegimin që një fëmijë kur do të bëjë diçka, domethënë e bën, edhe duhet ta bësh. Dhe e gjen formën, domethënë për prindi ka detyrë të çojë të mësosh, pastaj rrugën e kthimit dhe rrugën e ngritjes e merr vet,
Edhe unë ja përktheja, i thoja Marin, që nëna po thot pikërisht të gjë që ti duhet përpiqesh, domethënë, sepse Përmes një shembulli shumë të thjeshtë shpjegon filozofinë e cila prandaj them çojini fëmijët të gjyshit. Prandaj them flisni fëmijëve për gjyshit. Bisedat me gjyshit janë jo thjesht vetëm dashuri. Janë përvojë. Janë një lloj leksioni i jashtëzakonshëm, por mbajmë gjallë. E di çfarë ndodh. Ne jemi prindër, domethënë, dhe duhet të kemi durat të hapur ndaj gjyshëve, ndaj prindërve. Ne jemi vazhdim. Ato ashtu do të vazhdojnë ata. Bota rrezikohet sot nga pop hedonizmi, nga dashuria për tashmen, dhe harrojnë që kanë përgjegjësi edhe për të shkuarën dhe për të ardhmen. Dhe fëmijët janë përgjegjësia të ardhmës, por prindit janë përgjegjësia të shkuarës. Dhe nëse ne humbim një nga këto hallkat, është si të heqësh ataj zinxhirit, të heqësh një hallkë, të habitesh pse nuk funksionon. Po nuk funksionon. Ja ke hequr hallkën dhe nuk funksionon. Dhe mund ta marrim shembull zinxhirit për këtë, domethënë t'ia heqim fëmijëve dhe themi tash i funksionon. Nuk funksionon pra. Dhe duhet të flasim me shumë dashuri. Nëse ne nuk të flasim me dashuri për gjyshit, për të afërmit tan, për fëmijët, pse presim të duan? Pse mund t'i kërkojmë llogari pastaj që nuk e kanë bërë me dashuri? Jemi ne që ushqejmë me dashuri. Jemi ne që kemi përgjegjësi për t'i thënë se si ta duam botën. Them vetëm që do t'i them, domethënë, prindërve, mos keni frikë të mësoni fëmijët me dashuri, nga frika e humbjes. Se i ka kapur një frikë e madhe që nëse unë të bëj një fëmijë tim të ndershëm, të mirë, domethënë, rrezikoj që të humb. Po nëse ti mëson me të keqen, kush do ta mësoj dashurinë pastaj? Si do presësh ti të doj? Mësojeni me dashurinë të keqen, le të mësoj jeta dhe mos ta përfitin. Mësojeni çfarë është e mira, çfarë është e drejta, dhe të keqen le të mësoj jeta, por ju do marrni përgjegjësi vetëm për të mirën dhe për të drejtën. Bota, domethënë, do të mësoj të keqen dhe ato do ta shpërfitin nëse ti e ke ngulitur dashurinë. E kuptoj, kur krijohet ideja që në një shoqëri siç është e jona, po nuk është vetëm e jona. E thot një filozof, një sociolog italian që thotë që nuk ka gjë më të trishtë për një shoqëri se sa të krijohet ideja që po të jesh i ndershëm me shakot. Ne duhet ta luftojmë këtë gjë. Me fëmijët, sidomos. Ti themi që po të jesh i ndershëm, po të jesh i drejtë, po të jesh i mençur. Kur s'do humbësh. Do të falenderoj për gjithë mësimet që ke dhënë në këtë podcast, jo vetëm të një bisede shumë sinqert edhe të raportit vështirë, po dhe të bukur të fëmijëve me prindrit, por edhe gjithë dimensionet si gimi, pa e thënë profilin tënd dhe ke shpërfaqur në të gjitha fjalitë që ke ndarë sot në Table Talk. Faleminderit që ishe pjesë. Faleminderit Denat, është besoj se ka të bëjë me kimin. Do të thënë ne kështu kemi biseduar gjithmonë dhe me podcast dhe pa podcast, kështu që është lloj bisedës që kemi vazhduar edhe erdha me shumë qejf në podcastin, domethënë tënd, për shkak se ne për këto gjëra kemi folur dhe jashtë mikrofonit. Faleminderit. Kështu i vjen fundi dhe këtij podcasti dhe ju lë takim në episodin e radhës, gjithmonë duke bërë subscribe në ACQ.